Zoti Dyshniku, si e keni parë këtë fushatë elektorale që nga fillimi i saj deri më tani, duke qenë se kryeministri Rama ka lëshuar shpeshherë fyrje dhe ofendime kundrejt shqiptarëve, ndërsa nga ana tjetër kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha duket se ka luhatje të tij teksa ka shtuar numrin e gafave. Ka kaluar gjysma e fushatës elektorale dhe në gjykimin tim, kjo është fushata më e shpifur, më amorale që të dy forcat politike kryesore po zhvillojnë në këto momente. Pse e them këtë? Duke filluar me gjykimin e fushatës elektorale nga ana e Partisë Socialiste dhe konkretisht e kryeministit Rama, mua më lindë drejta ta pyes këtë njeri. Kujt i shërbeni juve zoti Rama? E lëshoj këtë pyetje sepse unë gjithçka ka bërë ky në këtë fushat, pa e anashkaluar dhe më para fushatës, unë gjykoj se ky nuk i shërben popullit shqiptar, por i shërben vetëm sundimit të tij diktatorial. Dhe habitem se si mbështetësit e tija, por dhe Bashkimi Evropian nuk e shef këtë njeri si njeri negativ, si njeri që ky e ka këtë fushat sa për të kaluar radhën. Pse e them këtë? Të dy partitë kryesore, me marrëveshjen që bën 24 korrik të vitit kaluar, e kanë vullosur fitoren në zgjedhje. PS-ja në krye, PD-ja nga mbrapa. Sepse me listat e mbyllura, këta vendosën përfundimisht që forcat e reja politike nuk kanë asnjë shans për të marrë pushtetin. Por puna është se megjithse këta e kanë të qartë rezultatin e zgjedhjeve, kryeministri Rama ka filluar të fushat jo vetëm të mos japë llogari, se ky s'ka dhënë llogari kurrë, po ky ka filluar të tallet dhe ta fyejë një popull të tërë. Konkretisht, mbasi mbaroi punë me burrat Dibran, Lezhjan, duke i quajtur ata qyryk për turpin e Zotit, duke u thënë dhe vajzave të Lezhjane që nëse të dashurit tuaj, të fejurit tuaj, e tjerë bashkëjetuesit tuaj nuk votojnë për PS-n, juve nuk keni punë me ne. Këto janë skandaloze për një kryeministër, por janë skandaloze edhe për një rrugash të thjesht kur komunikon me një shok. E jo më ky kryeministri që komunikon me popullin. Në këtë fushat elektorale ky diktator e ka trashur shumë zullumi. Sepse kohët e fundit, konkretisht në një takimet që bëri këto ditë, ai ka bërë një deklarat nga më fyëset, nga më poshtëruset, dhe që tregojnë përmbajtjen e vërtet të mentalitetit që ka ky njeri, si njeri rreth parë, po dhe si politikan. Ky duke u drejtuar tre partive të reja, se i kanë ndarë në pjesë ky, ca të rrezikshme, ca të parrezikshme, ose ca që i takon të tallen me ata, ca dhe i takon që t'i lëshojë. Konkretisht, ky ka lëshuar të deklarat o Gurzez, duke thënë, po e citoj, janë disa zoq të vegjël që kanë dalë, jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashk, ata mua më heqin mallin e sudes të Vebiut dhe të Rapushit. Ata ta bëjnë detin kos e ta bëjnë jetën vaj. Jepni votën atyre dhe këtu nuk do ketë korrupsion, këtu nuk do ketë padrejti e tjerë. Pra, unë nuk e kuptoj, ky njeri ka punë me popullin në fushat, nuk ka punë me kundërshtarin politik, nuk ka punë, jo vetëm ta gjykoj, po as ta tallë, sepse fundit ky ka qenë pushtet, është ky që duhet japë llogari. Edhe të gjithë së bashku, qoftë këta që janë që është pushtet, qoftë PD-ja në opozit, këta mund të japin llogari për pjesën e tyre. Po është kulmi fare, ç'punë kanë partitë e reja që marrin pjesë për herë të parë, të japin llogari edhe ky të merret me to? Prandaj unë mendoj se ky nuk e ka thjesht si argalisje, si shfaqje e edukatës dhe kulturës këtij prej rrugaçi që përdor fjalor që janë të papranueshëm në shoqëri, jo më në politikë.
e thë Shqip, duke baltosur këto 3 partit e reja, ky i quhen ata buzëqumësh, i quhen kalamaj. Pra ky me këto fyrje, ky ka fyer edhe mbështetësit e tyre, gjë që është e papranueshme. Dhe ndërkombëtarët heshtin se thonë ç'na duhet ne për këtë punë, siç kanë heshur këto 35 vjet që kanë bërë qoftë Sali Berisha, qoftë Edi Rama, kanë bërë çka dashur me popullin shqiptar dhe ata kanë heshtur. Bile kanë justifikuar dhe qëndrimin e tyre ndaj tash të gjutës demokracisë dhe shtetit ligjon në Shqipëri. Por unë mendoj se Ramën nuk e shqetëson konkurenca këtyre 3 partive që ky i quhen kalamaj. Bile ky nuk shqetësohet dhe asnjë ka frikën se mund t'i marrin pushtetin, se ky ka garantuar pushtetin me listat e mbyllura. Por pse e bën këtë ky? Përpara se të gjykoj këtë njeriu unë politikisht, unë mendoj se duhet ta gjykoj si njeri. Ky ka defekte të mëdha nga fëminia. Ky është rritur një bloku. Njeri i përkëdhelur si ka munguar asgjë. Ky edhe me sa e njoh edhe të tjerët, edhe unë e njoh jo pak se që në 60-ën kam qenë në Tiranë. Ky njihet si njeri i llastuar, njeri i përkëdhelur, grinavec. Që çfarë thoshte ky duhesh bërë, nuk hap të rrugë njeriu ky. Edhe këto cilësi ky i çfaqet tani në politikë, po në politikë janë të rrezikshme këto cilësi. Ne kemi dëgjuar të njeri gjatë 20 vjetëve që ka qenë pushtet, qoftë në bashki, qoftë në qeveri, ky nuk pranon asnjë këshill, asnjë ankesë, le më akuza e denoncime për korrupsion, jo, për zyrtarët e vet apo për atë vet. Ky nuk pranon qimet i hedhës në trup tia. Pra një njeri që nuk pranon ankesa e këshilla nga të tjerët, ky është njeriu më i papërshtatshëm për të qenë kryeminist, për të qeverisur vendin. Dhe realiteti shqiptar e vërteton më së miri këtë. Ky ka mbyllur të zyrat. Njerëzit s'ankohen dot. Njerëzit nuk zgjidhin dot hallet. Atëre çfarë kërkon ky? Ky është mbrojtës i korrupsionit. E ka deklaruar vet në programin Shqipëria 2030. Që ky neve thot nuk i denoncojmë të korruptorit në prokurori. Asnjë deklarat, asnjë reagim nuk pati as nga Bashkimi Evropian. Por ka për të kundërtën, Bashkimi Evropian këtë po e josh para zgjedhjeve, sikur ky pas ka plotësuar kushtet për të hapjen e negociatave. E ky është një qëndrim shumë negativ. Për mua është anti-shqiptar. Evropa vazhdon të mbajë një qëndrim kundër interesave të popullit shqiptar, e njëjtë me atë që ka mbajtur në 2030 që na coptuan trojet shqiptare dhe jo dhëm fqinjve tanëve që kanë qenë historikisht armiq me popullin shqiptar. Por në këto shprehje, fyrjet që i ka bërë këtyre 3 partive të reja, unë mendoj se e vërteta është e tmerrshme dhe kriminale për fatet e demokracisë të shtetit ligjor. Pse them këtë? Sepse ky duke fyer partitë e reja të sapolindura, ky me këtë tregon se ky është kundër pluralizmit shqiptar. Është kundër pluralizmit dhe të mendimit, jo vetëm politik, po dhe të mendimit, sepse ky s'pranon mendim ndryshe nga ai tia. E këtë e ka treguar edhe në qeveri, edhe në parti, po dhe tani në këtë fushat e tregon vazhdimisht. Ky nuk ndryshon. Ky është njeri i pandrejshëm, ky është i rrezikshëm për fatet e demokracisë.